Njomza feston ditëlindjen, urimi i bashkëshortit është kaq i ëmbël. Një ditë e veçantë sot për Njomza Martinajn, vajzën e këngëtares së njohur Shyrete Beluli, e cila po feston ditëlindjen. Njomza, e njohur për publikun si hajër artiste dhe makeup artiste, ka ndërtuar ndër vite një profil të admiruar në rrjetet sociale dhe në fushën e bukurisë. Me stilin e saj të veçantë dhe për kushtimin profesional, ajo ka fituar një numër të madh ndjekësish që e mbështesin vazhdimisht. Urime të shumta nga familja dhe miqt. Me rastin e ditëlindjes, Njomza ka pranuar 10 urime nga familjar, miq dhe ndjekës, të cilët nuk kanë hezituar ta surprizojnë me fjalë të ngrohta dhe plot dashuri. Por, padyshim, vëmendjen më të madhe e ka marrë urimi i bashkëshortit të saj. Bashkëshorti i Njomzës ka publikuar një fotografi të përbashkët të çiftit, duke e shoqëruar me një dedikim tejet emocional. Urime ditëlindje shpirt, u plakshim bashkë. Një mesazh i thjeshtë, por plot ndjenjë, që ka prekur zemrat e ndjekësve dhe ka marrë reagime të shumta pozitive në rrjet. Për të na ndjekur lajmet më të reja rreth showbizit shqiptar, ku postojmë çdo ditë, na bëni subscribe duke klikuar dhe like, ju faleminderit.